Përshëndetje nxënës të klasave të shtata. Unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Sot do të mësojmë për numrat e përzier. Mësimin e keni në libër faqe 137. Numri i përzier është kombinim i pjesës së plotë dhe thyesës së rregullt. Për shembull, te numri 2 e 3 të katërtat, kemi pjesën e plotë që është numri 2 dhe kemi thyesën e rregullt që është thyesa 3 të katërtat. Kujtojmë që te thyesa 3 të katërtat, numri mbi vijën thyesore, numri 3 quhet numërues, kurse numri nën vijën thyesore, numri 4 quhet emërues. Kjo thyes është e rregullt sepse numëruesi është më i vogël se sa emëruesi. Numrin e përzier mund ta shkruajmë si thyes te e cila numëruesi do të jetë më i madh se sa emëruesi. Për thyesa të tilla themi se janë thyesa të parregullta. Për shndrimin e numrave të përzier dhe anasjelltas mund të përdorim diagrame. Kemi shembullin e parë, thot shkruaje si thyes të parregullt numrin e përzier 2 të plota e 3 të katërtat. Ne shohim se kemi 3 katror apo 3 figura, të cilët janë ndarë në 4 pjesë të barabarta. Pra secila është e ndarë në 4 pjesë. 2 figurat janë të ngjyrosura plotësisht. Nëse e shënojmë si thyes, do të kemi 4 të katërtat. Do me thënë është ndarë në 4 pjesë, emëruesi është 4 dhe 4 pjesët janë me ngjyrë, pra numëruesi është 4. Kjo paraqet 1 të plot, pra kemi 1 të plot. Gjithashtu edhe te figura e dytë kemi 4 të katërtat, ndërsa figura e tretë, pjesën e ngjyrosur, e shënojmë 3 të katërtat, pasi kemi vetëm 3 pjesë me ngjyrë. Nëse i mbledhim të gjithë pjesët e ngjyrosura, do të shohim se kemi këtu 4 plus 4 8 plus 3 11 pjesë. Pra do ta shënojmë si thyes 11 të katërtat. Nga diagrami pra shohim se numri i përzier 2 të plota e 3 të katërtat si thyes e parregullt qenka 11 të katërtat. Këtë mund ta bëjmë edhe pa përdorur diagram, kështu që emëruesin e thyesës e shumëzojmë me numrin e të plotave, kurse pastaj prodhimit i ashtojmë edhe numëruesin. Numrin e fituar e shënojmë si numërues të thyesës së re, kurse emëruesi ngelet i njëjtë. Ja për shembull kemi numrin e përzier 2 të plota e 3 të katërtat, ku shumëzojmë emëruesin me të plotën, kemi 4 herë 2 8 plus numri 3, pra e shënojmë 11 të katërtat. Shembulli i dytë thot shkruaje thyesën 9 të katërtat si numër të përzier. Për të shkruar këtë thyes si numër të përzier, ne do të përdorim diagram. Me që emëruesi i thyesës është 4, kuptojmë që figura apo tërësia është e ndarë në 4 pjesë të barabarta. Numëruesi i thyesës është 9, do me thënë se duhet të ngjyrosim 9 pjesë. Me diagram paraqesim thyesën 9 të katërtat, pra kemi diagramin që është ndarë në 4 pjesë, emëruesi është 4, prandaj është ndarë në 4 pjesë, si thyes pjesën e ngjyrosur do ta shënojmë 4 të katërtat. Kjo nuk mjafton për shkak se numëruesi është 9. Prandaj ne marrim edhe një tërësi, edhe kjo paraqet thyesën 4 të katërtat. Nëse i mbledhim kemi 8 të katërtat. Atëherë marrim edhe 1 dhe ngjyrosim vetëm një pjesë. Këtë si thyes do ta shënojmë 1 e katërta. Kur i mbledhim këto thyesa, pra emëruesi është i njëjtë, e përshkruajmë kurse numëruesit i mbledhim, kemi 9 të katërtat.
Do me thonë kemi gjithsej 9 pjesë të ngjyrosura. Po t'i shikojmë, kemi 2 figura të plota dhe figura tjetër që është 1/4. Nëse i mbledhim edhe këto, do të fitojmë 2 të plota e 1/4. Do me thënë se numri thyesa e pa rregullt 9/4 si numër i përzier qenë ka 2 të plota e 1/4. Të marrim disa detyra nga libri faqe 138. Te detyrat e dhëna, pjesën e ngjyrosur në diagram duhet ta shënojmë edhe si thyes të pa rregullt edhe si numër të përzier. Shohim se figurat janë të ndara në 4 pjesë të barabarta. Ne numërojmë sa pjesë janë gjithsej të ngjyrosura, kemi 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13 pjesë. Prandaj do të shënojmë emëruesin 13 kurse numëruesi 4, me që janë të ndara në 4 pjesë. Pra kemi thyesën e pa rregullt 13/4. Po ta shkruajmë si numër të përzier, shohim se 3 figura janë të ngjyrosura plotësisht, prandaj e shënojmë numrin e të plotave 3, kurse figura e fundit ka vetëm një pjesë të ngjyrosur, këtë si thyes e shënojmë 1/4. Pra kemi 3 të plota e 1/4. Detyra tjetër, detyra e dytë, shohim se kemi 5 rrath të cilët janë të ndarë në 6 pjesë të barabarta. Po t'i numërojmë të gjithë pjesët e ngjyrosura, kemi 26 pjesë dhe si thyes e shënojmë 26 thyje për 6. Ndërsa, për ta shkruar si numër të përzier, ne shohim se 4 rrath janë të ngjyrosur plotësisht, prandaj emëruesi numri i plot do të jetë 4. Kurse figura e fundit paraqet thyesën 2/6. Pra kemi numrin e përzier 4 të plota e 2/6. Te detyra tjetër, detyra e 5, numrat e përzier duhet t'i shndrojmë në thyesa të pa rregullt. Atëherë, pa përdorur diagrame, ne do të shumëzojmë emëruesin me numrin e të plotave dhe shtojmë numëruesin. Pra kemi 2 herë 1, 2, plus 1, 3. Kemi thyesën 3 të dytat. Emëruesin ngelet i njëjtë. Pastaj kemi 4 herë 3, 12, plus 1, 13 të katërtat. Dhe në C, 5 herë 3, 15, plus 2, kemi thyesën 17 të pestat. Për detyrë shtëpie mund të merrni detyrën e dytë dhe detyrën e tretë nga libri faqe 138. Kjo ishte e tëra, ju uroj suksesa.